Vera mbaroi, por ajo solli jo pak dëm dhe situata rreziku për pronat dhe bizneset e siguruara pranë shoqërisë Alpsig. Dëmet kanë ndodhur si pasojë stuhive që shfaqen kryesisht gjatë periudhës së verës, të cilat vijnë papritur me erëra dhe rreshje të forta, duke shkaktuar dëme materiale, përmbytje dhe, ajo që është më e keqja, mbyllje të përkohshme të aktivitetit. Megjithatë, prania e shoqërisë Alpsig për të siguruarit e saj ka qenë e menjëhershme për të mbyllur procedurat e dëmshpërblimit dhe për të rikthyer aktivitetin ekonomik apo pronën në gjendje normale. Rastet e regjistruara nuk kanë qenë të pakta, rreth 30 të tilla, mes të cilave përmenden stuhit e muajit gusht, përmbytjet e zjarret pranë zonave kodrinore dhe malore. Sipas statistikave të AMF, Alpsig mbetet shoqëria e sigurimeve me numrin më të ulët të rasteve pezull, të cilat nuk e kalojnë shifrën 4.19%, disa herë më e ulët se shoqëritë e tjera në treg. Alpsig mbetet shoqëria lider në tregun e sigurimeve në vend, për kohën e shkurtër të përgjigjes dhe efektivitetin e reagimit të saj. Alpsig, pjesë e Castrati Group.